Those crazy cars just speed right by. Just as well we got an eye in the sky. If you're looking for mayhem, We're just the job. Genghis Cohen and a big bob slob. meet Colin and Carly, saving the day. They try to help in every way. Po gjithçka duket shumë e qetë këtë mëngjes, kolonel, dhe mendoj të bëj një pushim. Si urdhëron, Keti zonj? Shihemi më vonë, zonj. Atëherë jemi vetëm unë dhe ti, kolonel. Jemi në të lashe, apo jo? Të urdhëroj që ta mbyllësh gojën, ushtar. Jo, kolonel, ende nuk po ndodh asgjë. Marrje. Shumë mirë, syri në qiell. Misioni përfundoi. Marrje. Shkallqyeshëm. Çfarë është Genghis? Po, ishte një radio me valë të shkurtra për të dëgjuar komunikimet e dhomës së kontrollit. Oh, faleminderit, Cila. Thjesht më ndiqni mua, në rregull? Pra çfarë po ndodh, Genghis? Koloneli Kon është përgjegjës për kullën e kontrollit, prandaj. Dhe kjo është e rëndësishme sepse? Është e rëndësishme sepse koloneli Kon nuk është në gjendje të lidhë as dy fije, më kupton? Asu nuk mundem. Mos më bën edhe mua gjë të rëndësishëm kjo. Ndoshta është vetëm për shkencën mjekësore. Jo, do të thotë të futemi në qendrën e kontrollit dhe të fshim dosjet tona kriminale nga memoria e brendshme e kompjuterit, do të jetë si një lojë fëmijësh. Tani ndiqni mua. Dhe tani filloni punën. Shpejt lopatën, Bob. Të lutem shumë. Jo, Bob, jo. Po vrisja mendje se ku mund të kishte përfunduar kjo? Të lumë, për një qast mendova se do të më duhej të bëja të qaje. Fjerë. Tani filloni gërmimin. Duhet të bëjmë një tunel poshtë këtij muri. Çfarë po ndodh? Çfarë është kështu? Çfarë? Mbroni kufirin, merrni varkat të shpëtimit, gratë dhe fëmijët në fillim. O jo, është Koni Genghis. Sa bukur është kur të njohin të gjithë, bukur vërtet. Kapeni dhe mbylleni brenda, shpejt! Çfarë? Nuk mund ta bësh këtë. Kjo është e pabesueshme. Roje, mos më prekni. Nuk e për t'ja hedhur kur për këtë ta dish. Mendoj se kam për t'ja hedhur. Boris, fillo punën. Mos e prek hard drive-in tim. Trego kompjuteri edukuar dhe mbyllë gojen ose do të shkull mikrochipet. I gjete? Jo, boss. Duhet i kem fshehur diku këto gjëra. A mund ta di se çfarë jeni duke kërkuar? Dosjen time kriminale. Tani trego se ku e ke vendosur ose ndryshe ta coptova trurin. Kur? Nuk ka problem, boss. Mendoj se e gjeta. Shkëlqyeshëm. Tani fshi të gjitha. Dhe më mirë mendoj të fshish ekranin në fillim. Të shtish mbi mua ashtu mjafton sa për të më ngjitur. Kripin. Kam një parandin të keqe për këtë. Çfarë po ndodh këtu? Ku është koloneli? Oh, mos! Është Koni Genghis! E gjetët me të parën, Kalamaja.
Kjo është qesharake. Bob, nxire kolonelin nga dollapi, ndoshta ai di ta rregulloj këtë. Më mirë kështu. E po, më rëndçin gradat që kam në supë. Çfarë drejqin po ndodh këtu? Nuk e kemi ne fajin. Ati kompjuterit budalla i është ngjitur një virus. E kuptova. E po, bëjmë mirë t'i japim pak ilaç atëherë, apo jo? A je vërtet i sigurt për këtë, kolonel? Sigurisht jam i sigurt. Kjo është gjëja më e mirë për gripin. Por është vetëm një kompjuter dhe jo një kon. Madje, është një kompjuter shumë i sëmur. Tani, le të shohim se çfarë thot këtu. Një luk plot për moshat nga 6 deri në 12 vjeç dhe 2 luk plot për moshat mbi 12 vjeç. Kevin, sa vjeç je ti? Me vitet e kompjuterit? Besoj se po. 4003. Atëherë do të na duhet një shishe e madhe. Më lejo mua, kolonel. Mirë, dakord, po. Bukur. Faleminderit e dashur. Colin, Connie, më ndihmoni pak ju lutem. Substanca për ban glicerin, kodein, kafein, sakarat, riboflavin, shije bananeje, shije manafere. Çfarë është duke bërë? Unë besoj se po e analizon. Uj, konservant dhe amidon. Atëherë më thuaj, ç'mendim ke, Kevin? Është e shpifur. Po tani çfarë po ndodh? Po më vjen pak gjumë, mami. U verbova! Dikush të ma zgjoj atë kompjuter budalla! Me kënaqësinë më të madhe. Au! Po, tani mendoj se është më mirë. Kevin! A mund të më dëgjos? Kevin? O, Kevin! Ai nuk po përgjigjet. Po tani çfarë? Atëherë mund të bëjmë vetëm një gjë. Do të më duhet ta rregulloj Kevin nga brenda këtë herë. Po, Colin, e di se çfarë po bën? Jo, por asnjë tjetër nuk e di këtë. Këtë drejt. Mendoj se po. Po, çfarë janë gjithë këto gjëra që thole? Oh, e ke parasysh të dalin gjithmonë disa pjesë tepër, apo jo? Tjeta, Kevin, mund të më dëgjosh aty brenda? Tjeta! Duket pak i habitshëm. Me siguri duhet jenë efektet anësore të ilaçit. Më thuaj si ndihesh tani, Kevin? Mirë. Në fakt ndihem vërtet shumë mirë. Po, top fare, për mrekulli, nuk jam ndjerë kur më mirë. Klataru baraboni këto, hapni dyert e bregut, këto nuk janë konët që kërkoni ju. Çdo gjë mund të ndodhë në 30 minutat në vazhdim. Mos ma prek me ato duart e qetë bura majmuni shpejfor. Daisy, me jep Dhe tani jemi në telase, apo jo? Unë kontrolloj kufirin vertikal, kontrolloj kurisin horizontal, krijesat e natës. Hey, ky vend duhet mbyllur me një herë. Hey, çfarë po ndodh kështu? Çfarë po ndodh? Ne kemi mbaruar. Kjo nuk është e drejtë. Toni pak më shumë nga këtuat. Dhe më thoni, a nuk keni shtëpi ku mund të shkoni? Hey ti, pasqyr sinjal, manovro. Sakt, rregulli 94, të gjitha makinat që kthehen djata duhet të recitojnë ndjesha. Merri mangë vogël që të larti. Marsh 2, 3, 4, marsh 2, 3, 4, marsh 2, 3, 4. Nuk e di, por na ka thënë, Kevin gripi e ka zënë.
Mrekulli 57, të gjithë konët duhet të veshin kostume klonësh. Të gjithë jemi të armatosur dhe shumë bukur pispilosur. Ai dini, unë mendoj se situata po bëhet thumë që thërake. Shiko. S'ma merr të mendja. Eja një grupi, po largohemi që këtej. Kjo është tepër e çuditshme, madje edhe për mua. Çfarë është duke ndodhur këtu? Dremis vetëm për 5 minuta edhe... Gengis, e kuptova. Çfarë na ke sajuar kësaj here? Asgjë. Përfundimisht që nuk mundemi të fshim dosjet tona kriminale. Rregulli 152, të gjithë pinguinët duhet të hanë banane të enjteve. E kuptova. Përshëndetje, Keti. Mirë thjete? Po, faleminderit, Kevin. Po si arrite ta bësh këtë? Çfarë? Do të thuash të ktheja çdo gjë në normalitet? Po, pra. Shtypa butonin që e kthe në pikën 0. Butonin që e kthe në pikën 0. Dëgjoni, ai butoni i madh i kuq që thot shtypni këtë buton për të kthyer çdo gjë në normalitet. Oh jo, Gengis dhe banda e tij janë arratisur. Mos u shqetësoni, nuk do të shkojnë shumë larg. E pse jo? Hidhi një sy këtu. Nuk e di, por na ka thënë, Kevin gripi e ka zënë. Nuk e di, por na ka thënë, Kevin gripi e ka zënë. Të gjithë jemi të armatosur dhe shumë bukur pispilosur.